Gjykata e posaçme ka vendosur vazhdimin e masës arrest në burg për Edison Muçekun, i akuzuar për sigurim kushtesh për të kryer vrasje në dëm të Hamza Terziut në maj të vitit 2020 në Bulqiz. Edison Muçeku ishte shpallur në kërkim nga prokuria e posaçme në kuadër të operacionit të koduar revanshi që u zhvillua në maj të vitit 2024. Akuzat ndaj tij lidhen me sigurinë e kushteve për të kryer një vrasje, duke bërë atë një figurë kyçe për hetimet që po zhvillohen. Muçeku ka mohuar akuzën ndaj tij duke insistuar se nuk ka patur asnjë lidhje me veprën penale për të cilën akuzohet. Avokati i tij ka kundërshtuar provat që janë përdorur kundër klientit të tij, duke theksuar se ato janë të palishme, veçanërisht ato që lidhen me përdorimin e teknologjisë Sky ECC. Muçeku, i cili ishte një nga emrat më të kërkuar nga autoritetet shqiptare, tashmë do të qëndrojë në burg deri në zhvillimin e procesit të mëtejshëm gjyqësor. Rasti i tij është një nga të shumtët që dëshmon për përpjekjet e SPAK për të goditur grupe kriminale dhe individ të dyshuar për veprime të rënda, veçanërisht në lidhje me krime të planifikuara dhe të organizuara. Muçeku dyshohet si ushtar i celulës që drejtonte Viktor Xhecuka, të dy të akuzuar për tentativën e vrasjes së Hamza Terziut në Bulqiz, 21 maj të vitit 2020. Xhecuka dyshohet nga SPAK për vrasje me pagesë si ushtar dhe pjesë e organizatës së mbretit të kumarit Ervis Martinaj. I zhdukur që prej 8 gushtit të vitit 2022 dhe nga përgjimet e Sky ECC është zbuluar se është porositur për tentativën e vrasjes së Durim Bamit, 4 nëntor të vitit 2020.